Godina qeveritare dhe ajo parlamentit serb janë blinduar rënd një ditë përpara asaj që pritet të jetë protesta më e madhe kundër presidentit Vučić në Beograd. Në një intervistë për podcastin e djalit të presidentit Trump, vetë Vučić deklaroi se qarqe të shumta antiserbe nga jashtvendit kanë hedhur shumë para për organizimin e këtij revolucioni sepse ata duan që të destabilizojnë vendin e tij. Në Serbi po ndodh e njëjta gjë si në Shtetet e Bashkuara, pasi të gjitha ajo qët që paraqiten si të pavarura janë kundër meje, ashtu siç janë kundër Trumpit. Miliona dollar janë përdorur edhe për të mbështetur mediat antishtetrore. Deri tani ndaj protestuesve nuk ka patur përdorim të forcës, ndërsa në Evropën Perëndimore i vrasin njerëzit që protestojnë. Duke folur për protestat në Serbi, Donald Trump Jr. konstatoi se tragjedia në Novi Sad është keq përdorur, si në rastin e pushtimit të Kapitolit në Shtetet e Bashkuara për të paraqitur në publik në atë mënyrë që të mund të ndeste një revolucion. Ndërkaq mijëra qytetar, studentë dhe fermer po mbërrin në kryeqytetin serb nga Novi Sadi, Subotica, Smedereva, Kragujevaci, Çaçaku, Nishi dhe qytetet e tjera anekën Serbisë. Prej muajshme radha ata kërkojnë përgjegjësi për tragjedinë e ndodhur në stacionin e kurrëdor të Novi Sadit, ku nga shembja e një tende gjetën vdekjen 15 persona në muajin nëntor të vitit të kaluar. Deri tani kryeministri Miloš Vučević ka dhënë ndërheqjen, por kërkesa për qeveri teknike dhe zgjedhje të reja parlamentare është refuzuar nga presidenti Vučić. Përpara kësaj proteste, mediat pro-qeveritare kanë transmetuar përgjime që, sipas tyre, dokumentojnë se organizatorët e protestës po mbledhin maska kundër gazit lotësielës. Autoritetet parashikojnë dhunë këtë të shtunë në rrugët e Beogradit, duke vlerësuar se pas protestës nuk qëndrojnë studentët por opozita. Prokuroria e lartë serbe ka paralajmëruar organizatorët se ata kanë të drejtën e tubimit paqësor, por dhuna nuk do të tolerohet dhe ata do të ndiqen penalisht në përputhje me ligjin.